flas për një grua e cila quhet Deborah Sculling dhe një burr i cili quhet Brett Kavanaugh, ku që të dy kanë mbijetuar në një situatë që as në filma nuk e shikon. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pa historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me historinë e sotme. Deborah ka lindur më 21 maj të vitit 1958 në Texas. Ajo që e vogël ka pasur një tërheqje jashtëzakonisht shumë të madhe ndaj detit, ndaj oqeanit dhe filloi që të merrte edhe me sporte ujore. Që e vogël punonte me barka, por kur u rit u bë pjesë e ekuipazhit të jateve. Në vitin 1981, Deborah u bë gruaja e parë amerikane që përfundoi në White Bend Road The World Race, duke punuar si guzhiniere e bordit të jatit të Afrikës së Jugut. Kjo White Bend Road më vonë u riemërua si Ocean Race dhe është një lloj gare rreth botës me varka me vela, që zhvillohet çdo 3-4 vite që nga viti 1973. Në vitin 1982, Deborah u bë pjesë e një ekuipazhi të një jati i cili ishte 18 metra i gjatë dhe quheshte Trashman, dhe ky jat i përkiste një njeriu të pasur i cili ishte nga Texasi. Zotëria donte që ta shpjente jatin në Florida, aty ku jati qëndronte gjatë gjithë sezonit të dimrit. Dhe për këtë arsye punsoi një grup ekuipazhi pra që të drejtonte jatin e tij drejt Floridës. Ky udhëtim do të zgjaste 6 ditë, me nisje nga porti Harbor dhe me mbërritje në portin e Fort Lauderdale në Florida. Ekuipazhi përbohej nga kapiteni i anijes, John Lipot, e dashura e tij Maggie Money, një djalë anglez me emrin Mark Adams, Deborah Sculling, e cila ndër të gjitha ishte më përvojë, dhe në fund një djalë me emrin Brett Kavanaugh. Ky ekuipazh nuk ishte punuar kurrë më përpara së bashku. Ishte hera e parë që takoheshin dhe shiheshin me njëri tjetrin. Por sipas Deborahs, ajo tregon që kapiteni i jatit, që ishte John, në fakt i pëlqente të festonte shpesh, pra çdo lloj gjëje që bënte i pëlqente ta festonte, dhe sipas Deborahs kjo ishte një lloj justifikimi që ai të pinte bira vazhdimisht, sepse sipas asaj dukeshte që John i pëlqente jashtëzakonisht shumë që të pinte vazhdimisht edhe kur ishte në orar të punës. Ndërsa e dashura e kapitenit, e cila quheshte Meg, ishte e vetmja që nuk ishte fare përvojë nga kjo anë, dhe ajo kishte ardhur në atë jatë thjesht për të qiuar diellin, për të qiuar detin, pra një farë mënyrë për të bërë disa pushime. Brett Kavanaugh ishte më i riu i ekuipazhit, ishte 21 vjeç dhe vinte nga një familje marinarësh. Ai në fakt kishte mbijetuar uraganit e tij të parë që kur ka qenë në barkun e nënës, dhe në moshë shumë të vogël jati i tij i kishte mësuar se si të drejtonte një vark. Nga pamja jashtme, familja e Brett dukeshte një familje perfekte, një familje e shkëlqyer, por siç e dim gjithnjë, kur në pamje të parë gjithçka është perfekte, po të hysh thellë historisë nuk është edhe aq perfekte sa dukeshe. Kjo gjë ishte se babai i Brett ishte një person i alkolizuar, ushtronte dhunë vazhdimisht mbi fëmijët e tij, dhe në fakt Brett gjithmonë donte miratimin e babait për çdo gjë që bënte. Dhe për këtë arsye u bë marinar, sepse duke menduar që nëse unë bëhem marinar si babai im, ndoshta mund të kem respektin e atij. Brett e kishte njohur Deborah nëpërmjet motrës së tij, dhe kur Deborah ishte lutur Brett që të bëhej pjesë e ekuipazhit të këtij jati, ky i fundit nuk e kishte menduar dy herë, sepse e dinte shumë mirë që nuk ishte e vështirë për të bindur kapitenin e anijes, sepse ky i fundit, siç u thash, ishte një person i alkolizuar, pra që gjithkohës le të themi mund të ishte tab, dhe kur ka dhënë vendimin që okay, le të vite Deborah, nuk e qenë vete, pra siç ndodh gjithnjë. Nga ana tjetër, ai kishte marrë me vete dhe një mikun e tij, Mark Adams, ku ky i fundit ishte dhe marinar. Dhe në një farë mënyrë, sa më shumë persona që t'ishin me përvojë në atë vark, aq më mirë do ishte, sepse aq më shumë ndihmë do kishte. Megjithatë, Mark Adams nuk është se ishte një person shumë i mirë, sepse sipas Deborahs ishte një person shumë irritues, një person maskilist, dhe sa herë që hapte gojën gjithmonë besdiste dikë. Por për te të gjithave, ekuipazhi gjeti një mënyrë që të gjithë shkonin mirë së bashku me njëri tjetrin, kështu që jati u nis për lundrim në tetor të vitit 1982. Dita e parë shkoi shumë mirë, moti ishte perfekt, kishte diell dhe deti ishte i qetë. Por atë natë gjithçka ndryshoi papritur. Ata ndodheshin pikërisht në gjirin e Meksikës, në det të hapur pranë brigjeve të Karolinës së Veriut, dhe nga hiçi u formua një stuhi që nuk ishte absolutisht e parashikuar.
varka filloi të ngrihen dhe të ulen mbi dallg, të cilat ishin aq të larta sa Debora e përshkruan ndjesinë si një terren malor. Varka praktikisht ngjitej dhe mbi këtë dallg dhe pastaj binte me një shpejtësi të madhe poshtë. Në mes të natës, kapiteni zgjon menjëherë Deborën dhe Bret, pasi e dashura e tij Meg ishte dëmtuar për shkak të një dallge të madhe që kishte ardhur. Pra, në një mënyrë, një dallge e madhe që kishte përplasur varkën dhe kjo e fundit ndodheshte sipër në kuvert. Dhe nga përplasja që kishte ndodhur dallga me varkën, kjo e fundit bie për tokë dhe kishte goditur jashtëzakonisht fort shpinën në zonën e veshkave dhe po i shfaqeshin mavjosi shumë të mëdha të zeza. Ndërkohë, në timonin e varkës ishte Mark Adams dhe sipas Deborës, ai ishte komplet dehur sepse po pinte jashtëzakonisht shumë dhe në fakt në vark atij gjithçka i dukeshte si lojë. Në gjithë atë situatë serioze që ishte, ai çdo gjë e merrte si lojë. Por natyrisht, siç u tha, situata ishte shumë serioze, mund të them që kishte dalë jashtë kontrollit sepse velat e varkës ishin shyer komplet. Në atë pikë kapiteni Anies provoi që të shkonte që të ndiste motorin e Anies, pra që të dilej nga gjithë ajo stuhi, por në momentin kur përpiqej që të ndes për motorin e Anies, nga motori del tym dhe kuptohet që motori ishte prishur komplet. Pra imagjinoni këtë vark e cila ishte në mes të detit, në mes të asaj stuhie, me vela të shtyra, pa motor i cili nuk funksiononte dhe përplaset në dallgë të mëdha sa ndej dhe këndej. Dhe në këtë pikë ata vendosin që të kërkojnë ndihmë nga radioja që ndodheshte në kabinën e kapitenit Royal Zbregdetare. Por në fakt, Marku ynë, i cili ishte në timonin e Anies, thoshte që jo, nuk kemi nevojë që të kërkojnë ndihmë, pasi për të kjo gjë ishte si humbje, pasi sipas tij vetëm vajzat kërkojnë ndihmë për varkat. Por kapiteni Anies nuk e mori parasysh mendimin e tij, pasi e dashura e tij ishte dëmtuar shumë rënd dhe e vetmja gjë që donte është ta çonte atë në shtëpi të sigurt. Nga ana tjetër, përgjigjet Roja Bregdetare. Ata u japin pozicionin dhe këto të fundit ndihen shumë të lehtësuar pasi në një farë mënyrë do të vinte dikush për t'i ndihmuar. Dhe vetmja gjë që mund bënin në atë momente është të flinin për disa orë derisa të vitin ndihmë për ta. Por nga përplasja e madhe që kishte Ania mes dallgëve, në një moment thyhen xhamat e jatit dhe i uji i oqeanit filloi që të futeshte brenda në varr. Në këtë pikë, i gjithë ekipazhi i Anies duhet të praktiste menjëherë atë, sepse Ania po mbyteshe dhe hedhi në det 2 gomone që të dalin menjëherë nga Ania. Por fatkeqësisht, njëra prej këtyre gomoneve fluturon jashtëzakonisht shumë lart për shkak të erës së fortë që ishte. Dhe i gjithë ekipazhi i Anies në këtë pikë ndodheshin me një gomone dhe të gjithë ndodheshin në det duke parë jatin e tyre që të fundoseshte pak nga pak me gjitha furnizimet që kishin brenda, rroba, ujë, pra pistoleta sinjalizuese, kutitë e ndihmës së shpejtë, pra gjithçka që kishin ata Anie përfundoseshte bashkë me Anien. 5 anëtarët e ekipazhit qëndrojnë të kapur pas atij gomoni gjatë gjithë natës dhe në këtë pikë jati ishte zhdukur komplet. Dhe ato në një farë mënyrë do të gjenin një lloj mënyre për të mbijetuar pasi temperatura e ujit ishte jashtëzakonisht shumë e ftohtë, era po ashtu ishte shumë e fortë dhe nëse nuk do gjenin një mënyrë për të mbrojtur nga era e fortë, ato do të vdisnin nga hipotermia. Dhe në këtë pikë Deborës i vjen një ide. Pra, në vend se të hypnin të gjithë mbi gomone, ato duhet të futeshin poshtë gomones që të mbroheshin nga era dhe nga shiu dhe në këtë mënyrë të ngroheshin paksa. Por në këtë pikë gjithë futen poshtë gomones përveç Meg, pasi kjo e fundit ishte lënduar dhe kishte vështirësi. Përveç faktit që ishte klaustrofobike dhe ideja e Deborës për Meg nuk ishte as pak e mirë. Dhe në këtë pikë 4 anëtarët e ekipazhit ishin poshtë gomones dhe Meg ndodheshte jashtë saj. Pasi kalon nata e parë me sukses, ditën tjetër që të gjithë vendosin që të hipin sipër mbi gomone dhe të gjithë filluan që të hipnin një e nga një. Dhe në momentin kur hyp Meg sipër, e cila ishte e lënduar, ajo pa dashje çan këmbën te gomonja. Dhe një farë mënyrë nuk e di se si e çan, por i bëhet një plak jashtëzakonisht shumë e thellë. Dhe duke marrë parasysh gjitha filmat që kemi parë kur janë në det të hapur, një farë mënyrë nuk duhet të gjakosesh kurrë në det të hapur, sepse bëhesh magnet pikërisht për peshkaqent. Në këtë pikë mbi gomone ndodheshte Meg, ndodheshte kapiteni Lipton dhe ndodheshte edhe Bret. Ndërsa Debora dhe Mark ndodheshin në ujë, pasi një farë mënyrë aty ndiheshin më ngrohtë. Në moment, Mark fillon që të sulmoj Debora një farë mënyrë duke i thënë që boll më godite me shkelma, por Debora i thot që nuk po të godas, nuk po bëj asgjë. Dhe në momentin kur Debora fut kokën poshtë në ujë për të parë se çfarë po ndodhte, ajo vënë re që poshtë tyre kishte një tufë të madhe me peshkaqen. Debora dhe Mark ngjiten një herë mbi gomone dhe 10 peshkaqen rrethojnë barkën e tyre. Debora tregon që në gjithë jetën e saj, në gjitha udhëtimet që kishte bërë, nuk kishte parë
kur kaq shumë peshkaqen bashk. Deti ishte shumë i trazuar dhe frika që dalgët mund ta hidhnin tutje gomonin ishte shumë e madhe. Në këtë pikë Brett mendon që të stabilizojë paksa varkën. Pra, në një farë mënyre ai hedh në det disa copa të gomones që ndodheshin rreth rrotull gomones. Dhe t'ju them vërtetën nuk jam shumë e sigurt saktësisht se çfarë ishin. Por një nga këto copat që hedh poshtë në det, një nga peshkaqenët e tërheq jashtëzakonisht shumë fort dhe me sa duket peshkaqenët ishin jashtëzakonisht aq të mëdhenj saqë mund të tërhiqin një gomone me 5 persona brenda. Kështu që në një mënyrë apo një tjetër ato arrin që të mbijetojnë dhe ditën e parë. Por kur u ersua, ato panë një jashtëzakonisht shumë larg. Dhe filluan që të bënin me shenjë. Por në fakt Ania nuk i pa fare, pra nuk i pa fare gomone sepse ato ishin aty si një pik në mes të oqeanit dhe nuk ishin as drita, pra nuk ishin asgjë që mund të bënin shenjë dhe për këtë arsye Ania u largua. Kalojmë në ditën e tretë, që të gjithë ishin të dehidratuar, ishin jashtëzakonisht të uritur, shtresa e fundit e gomones ishte plot ujë të kripur, ishte me gjak, me urinë, plagët e tyre fillojnë që të infektohen dhe shpresa që rojet bregdetar do të vinin po shuheshte dita ditës. Të gjithë fillojnë që të zhvillojnë një lloj infeksioni i cili quheshte stafilokok, pra një lloj infeksioni bakterial që shkakton dhimbje të mëdha. Dhe ajo që kishte dhimbje më të mëdha nga gjithë ishte Meg, pasi plaga e saj ishte jashtëzakonisht shumë e madhe, jashtëzakonisht shumë e thellë dhe në një farë mënyre Meg po vdiste përpara shokëve të saj. Deborah nga ana tjetër tregon që në atë bark të vogël fillon që të bëheshin aleanca. Pra në një farë mënyre varka në një farë mënyre ndahet në dy pjesë. Deborah bëhet grup me Brett, ndërsa John bëhej grup me Mark. Dhe në një farë mënyre çdo gjë që t'i ndodhte Deborahs, Brett do ishte aty për ta ndihmuar dhe nga ana tjetër çdo gjë që i ndodhte Brett, Deborah do ishte aty për ta ndihmuar. Dhe e njëjta gjë ndodhte edhe me grupin tjetër. Arrim në ditën e tretë. Brett tregon që për shkak të ujisë, për shkak të etjes, ato kishin filluar që të kishin halucinacione dhe në këtë pikë Mark dhe kapiteni Lipton fillojnë që të pinë jashtëzakonisht shumë ujë deti. Por duke ditur që uji detit është i kripur, dehidratohesh jashtëzakonisht shumë më shumë dhe në një farë mënyrë mund të kesh dhe kolaps të veshkave dhe mbi të gjitha dhe halucinacione. Dhe pikërisht kjo gjë i ndodhi Mark dhe Lipton dhe që të dy filluan që të flisnin për çart, filluan që të thonin që shikonin tokën që ndodheshte afër, filluan që të flisnin gjëra pa kuptim. Në një moment kapiteni Lipton hidhet në ujë pasi ishte shumë i sigurt që toka ishte jashtëzakonisht shumë afër tij dhe filloi që të nëntonte me shpejtësi. Të gjithë filluan që ta thërrisnin për të kthyer mbas pasi deti ishte i mbushur plot e përplot me peshkaqen. Po ai tashmë ishte larguar. Dhe në mes të gjithë asaj asgjëje dëgjohet vetëm ulërimat thirrëse të tij dhe më pas heshtje. Më pas e vetmja gjë që thot e dashura e tij Meg është se ai iku. Peshkaqenët e morën atë në pak sekonda. Dhe tashmë kapiteni Lipton kishte vdekur. Nga ana tjetër Mark, i cili ishte akoma në ndikimin e halucinacioneve, i afroi Deborahs dhe i thot: "Hey bukuroshe, më duket se ka ardhur koha që ne të dy të kryejmë marrëdhënie seksuale." Dhe nga hiçi ai hidhet në det duke thënë që duhet të shkonte të merrte makinën e tij dhe do të kthehej përsëri. Por në fakt Deborah dhe Brett i thotë që të kthehet në gomone pasi në farë mënyrë deti është i përmbushur plot e përplot me peshkaqen. Po ai nuk i dëgjon fare ato dhe vazhdon notin. Por një nga peshkaqenët e tërheq atë poshtë nën gomone. Ndërsa peshkaqeni po sulmonte Markusin, i cili ishte poshtë gomones, ky i fundit i binte me shkelma gomones. Dhe në farë mënyrë peshkaqenët kuptuan që sipër në gomone kishte shumë ushqim për ta. Kështu që ata rrethuan rreth e rrotull gomonën dhe filluan që ta godisnin gomonën që në një farë mënyrë ta përmbysnin atë dhe të kishin jashtëzakonisht shumë ushqim për të ngrënë. Arrin nata e katërt dhe mbi gomonën atë kishte mbetur vetëm Deborah, Brett dhe Meg. Por atë natë Deborah zgjohet nga repënkimet e Meg pasi kjo e fundit ishte jashtëzakonisht shumë e lënduar dhe kishte filluar që të kishte dhe halucinacione, filloi që të shikonte gjëra të pakuptimta, filloi që të fliste gjëra të pakuptimta dhe një pikë filloi që të sulmoj Brett dhe ky i fundit me gjithë forcën që kishte e hedh atë në anën tjetër të gomones. Dhe kur mbërrin mëngjesi i ditës së pestë, Meg tashmë kishte vdekur. Në këtë pikë Brett i propozon Deborahs që të hanin trupin e Meg, pasi në farë mënyrë kishin 5 ditë pa ngrënë. Por nga ana tjetër Deborah i përgjigjet që nuk mund të hanin trupin e asaj pasi në farë mënyrë ajo kishte plagët e infektuar dhe gjaku i saj mund të ishte infektuar, lëkura e saj ishte infektuar dhe në farë mënyrë ishte e pamundur. Po nga ajo që kuptova ishte fakti se nëse Meg, pra trupi i saj nuk do të kishte qenë infektuar me plagë, në farë mënyrë do të hanin trup njeriu
vetëm kur çoj në përmendje më rrënqeset trupi, gjithsesi vazhdojmë. Menjëherë pas kësaj, ato e hedhin trupin e Meg në det dhe Deborah dhe Beth shtrihen në gomone që në një farë mënyre mos bëjnë fare zhurmë dhe peshkaqenët nga ana tjetër të mendojnë që sipër në gomone nuk ka më as edhe një njeri. Por kur zgjohen, ato ndihen jashtëzakonisht shumë keq sepse në gomone, fundi i gomones ishte plot e përplot me ujë të kripur, ishte plot e përplot me gjak, infeksione bakteriale dhe Meg kishte vdekur pikërisht aty. Dhe në një farë mënyre ato duhet të gjenin një lloj mënyre për të pastruar gomonen pa u ngrënë nga peshkaqenët. Kështu që Deborah dhe Beth anojnë gomonen nga njëra anë që të heqin gjithë atë papastërti që kishte në gomone dhe të futeshte në një farë mënyre ujë i pastër. Por nga animi që i bën gomones, Beth bie në ujë dhe ishte jashtëzakonisht shumë i dobët për të hyrë vetë në gomone. Dhe nga ana tjetër, Deborah ishte pikërisht aq që dobët sa Beth për ta tërhequr atë sipër në gomone. Dhe në këtë pikë Deborah shkon në cep të gomones dhe fillon që të qajë me rënkim nga ankthi, nga stresi që nuk mund ta ndihmonte Beth. Ndërsa Beth nga ana tjetër përpiqeshte me gjithë shpresat e tij që të hypte sipër në gomone. Dhe në fakt ja del mban. Pasi hypi në gomone, ai fillon që t'i përpas Deborahs duke i thënë që ti nuk më ndihmove, ti më le aty të vdisja, ti më le aty në mes të peshkaqenëve. Por pasi i kaloi ajo frika, ajo ankthi tepër që ishte, ai pa një anije në horizont. Ishte një anije që po vinte drejt tyre dhe në këtë pikë fatmirësisht anija ishte pranë tyre dhe ato që filluan që të bënin me shenjë. Dhe në ata anije kishte jashtëzakonisht persona, kishte jashtëzakonisht ekipazh dhe ato më në fund shpëtuan. Marinarët e asaj anije ishin rus dhe i nxjerrin në këtë pikë Deborah dhe Beth nga uji dhe ato ishin jashtëzakonisht shumë të lumtur. Por nga ana tjetër, gomonja e tyre ishte larguar plot 225 kilometra nga vendi ku ishte fundosur jati, pra nga vendi që kishin parë jatin të fundoseshte për herë të fundit. Pra një farë mënyre ishin larguar jashtëzakonisht shumë nga pozicioni i fundit që ato kishin dhënë. Por gjëja e çuditshme ishte fakti se kur u pyet roja bregdetare, pra një farë mënyre pse nuk keni nisur kërkimet për të kërkuar anijen, pra varkën Trashman, ato thanë që pas telefonatës së fundit që kishin marrë, pra që anija jati kërkonte ndihmë, ato morën një tjetër telefonat duke thënë që jati Trashman tashmë nuk ka nevojë për ndihmë, kishte arritur në tokë shëndosh e mirë. Dhe për këtë arsye ato pezulluan çdo lloj kërkimi. Akoma sot e kësaj dite nuk dihet se kush e ka bërë atë telefonat. Dhe sipas mendimit tim, ose roja bregdetare ka bërë ndonjë rrëmuj të vogël që nuk ka dashur të bëj kërkimet ose diçka tjetër, ose mendoj që atë telefonat mund ta ketë bërë dhe Mark, pasi ju kujtohet që Mark thoshte që nuk kemi nevojë për ndihmë, vetëm vajzat kërkojnë ndihmë dhe mbi gjitha ishte komplet i dehur. Por gjithsesi, përtej kësaj, kur Deborah dhe Beth hypin në anijen e rusëve, ata u japin për të ngrënë, u japin për të pirë dhe i çojnë në spital. Dhe mjekët në spital u thanë që ato të dy nuk do të kishin mbijetuar dhe një natë tjetër në det. Pas kësaj përvoje të tmerrshme që përjetuan Deborah dhe Beth, ata u kthyen që të jetonin në jetët e tyre të mëparshme. Beth u kthye që të jetonte në Massachusetts dhe ishte shumë i emocionuar të rifillonte përsëri të lundronte. Dhe duhet të them që don një guxim të madh. Pas gjithë asaj përvoje të tmerrshme, ai dëshironte përsëri të lundronte. Dhe tisha unë në vendin e tij, nuk e di nëse për sa vite nuk do doja ta shikoja më detin. Në janar të atij viti në Florida do të zhvillohej ajo gara e madhe me vela. Dhe Beth e dinte shumë mirë që Deborah do të merrte pjesë në atë garë. Por në këtë pikë Beth dëshironte që takonte Deborahn pasi donte t'i thoshte diçka. Ishte shumë i emocionuar, donte t'i tregonte diçka, pa një farë mënyre donte t'i thoshte që e donte atë, ishte i dashuruar me atë. Por nga ana tjetër kur Deborah e pa Bethin nuk kishte të njëjtin reagim, pasi kur pa Beth i tha që sa herë që të shikoj ty më kujtohen ato ngjarjet e tmerrshme që kemi kaluar në det. Kështu që për të mirën time dhe për të mirën tënde më qëndro larg. Beth nga ana tjetër i thyet zemra, por pranon dhe largohet dhe pjesën tjetër të jetës vetëm udhton me anije. Edhe Deborah po të njëjtën gjë vetëm lundron me anije dhe në një farë mënyre ju heq kapelen që të dyve sepse mbas gjithë asaj që përjetuan do shumë guxim dhe shumë forcë që të rifillosh dhe të bësh po atë punë. Kohë më vonë Deborah martohet dhe nga ajo martesë lind një djalë, por fatkesisht në vitin 2009 i ndodh një tjetër tragjedi, sepse edhe djali i saj, i cili punonte me varka, punonte gjithmonë në lundrim, pëson një
aksident dhe mbytet dhe vetëm 3 vite më vonë Deborah humbi jetën në moshën 54 vjeçare. Dhe në këtë pikë Beth tashmë ishte i vetmi i mbijetuar i tragjedisë. Vite më vonë vajza e Deborahs, e cila ishte akoma gjallë, kontakton Beth pasi kjo e fundit do që t'i jap diçka Beth që i përkiste pikërisht nënës së saj. Praktikisht gomonja në të cilën kishin qëndruar plot 5 ditë kishte dalë kohë më vonë në breg dhe nga ana tjetër Deborah kishte marrë një pjesë të asaj gomone dhe ishte një copë metalike, pra një litar metalik dhe kishte mbajtur si një lloj suveniri dhe kishte futur në kornizë. Dhe pikërisht këtë suvenir që Deborah kishte kaq vite tashmë vajza e saj donte që Beth ta kishte. Kështu që në këtë mënyrë mbyllet dhe historia e sotme. Uroj shumë që t'u ketë pëlqyer. Më shkruani poshtë në komente si gjithmonë mendimin tuaj. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon në radhës. Dhe atëherë, ciao ciao.